Zbulohet përbërësi që ndryshkun në shtëpi e largon si me magji. Lagështia e tepërt është një nga armiqtë kryesorë jo vetëm të shëndetit, por edhe në orendit shtëpiake. Ajo krijon amortizim të përkohshëm të mobiljeve që janë të bëra me dru dhe gjithashtu krijon sipërfaqe ndryshku në pjesën metalike të orendive. Ndryshku zakonisht mund të gjenden në brendësi të bufes së gatimit, te vitat e mbërthyera për organizimin e saj ose mund të gjenden në hapësirat metalike të dollapit në tualete të tjera. Sot do ju tregoj me një procedurë e cila është gjithmonë efektive. Mund të largojë çdo lloj ndryshku në shtëpinë tuaj. E kemi fjalën për fryrsin e ëmbëlsirave. Fryrsi ose siç gjendet ndryshe baking powder ose soda e bukës hidhet në një sfungjer të lagur. Më pas fillohet të pastroni njëra pas tjetrës të gjithë përbërësin e ndryshkut dhe kështu e lini për disa minuta dhe më pas e fshini me leckë kuzhine. Kështu ato do të largojnë të gjitha sipërfaqet e ndryshkut.